Përshëndetje me të dashur. Shkojna me vitën e radhës Hashim Broja, Hashim Ranci, me rajt njeri asiqare, edhe mos më kuq hiq, qëta shkeni me dëgju hiq. Shkojna me vitën. Nuk do të ketë negociata në mes Prishtinës dhe Beogradit, do të ketë angazhime intenzive shteme, si diçka kërcënuese, por të jetë një proces integrues, që ata të jenë pjesë e institucioneve. Lajmet e kombëtare thonë, kemi bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit. Lajmet, asnjë lajm ndërkombëtar zyrtar nuk rikonfirmon se do të ketë negociata, por do të ketë angazhime intensive për nxjerrjen e vendimit. Çka është kjo? Këtu janë negociata, këtu do të jenë përsëri bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit, apo jo? Nuk do të ketë negociata në mes Prishtinës dhe Beogradit, do të ketë angazhime intensive shtesë. E kam su përmend që t'jallën... Krejt do të tjeni negociata, ju s'do t'a pranoni që janë negociata, ju do të mohoni që janë negociata. Këto nuk do t'jenë negociata, do t'jenë angazhime të përgjithësive të Prishtinës me Washingtonin dhe Brukselin. Kjo në kupton vendimin për pavarësi. Kjo në kupton vendimin për pavarësi sa më shpejt. Që 25 vjet ju do të fani për pavarësi me Beogradin. Ne nuk do të ketë negociata në mes Prishtinës. Miq, s'po folit sen, kush ka me shkru një koment, shkruni, boni që atoni, se me rajt ashtë i qare. Veç ashtë i mbroja për këta. Edhe pa kush fare heq. Respekt, mi të dasha, i duha.